Hadi, ullëni. Faleminderit, doktor. A është kjo puna juaj e parë? Po, zotri doktor. Po? Herë, plotësoje këtë, shënoje këtu emrin, mbi emrin e babait. Babait? Po. Por unë nuk e di se kush ishte babai. Si nuk e din kush është babait? Unë jam e sigurt që kam pasur. E atër nëse ke pasur baba, pse nuk mund të na tregosh për të? Po, ai e lani në time në rrugë, para shumë viteve. Ajo ishte një viktim e sulmeve të turpshme. Mos ishte murgesha jo? Jo, zotri doktor, nuk ishte murgesh. Ajo ishte një vajzë që punonte si pastruese në dhomat e hotelit. Hotelit? Më jep atë librin aty? Atë? Po aty. Mos u ngut nga dalë. Po. Hotel, ha? Po, zotri doktor. Hotel. Po mëna e ka qenë një ndërtes pa lidhje, për atë arsye dhe kanë bërë hotel atë, ha? Mirë, shkruaj këtu emrin mbi emrin e nënës, a mos u zhduk edhe nëna dise, ha? A ki kujdes, këtu mund të hopësh do një pajmë. Për vite me radhë nuk e kam parë në nënë. Jam rritur tek një zonë që quhet Bartli, e cila ka vdekur para pak kohësh. Çfarë ka ndodhur asaj? Shpërthimi i një bociklini ma ka vrarë në nënë, edhe ngriti kulmin e shtëpisë në ajër. A ke kërkuar kompenzim? Po, zotri doktor, kam kërkuar, por vetëm për kulmin, për nënën jo. Ka pas viktima tjera atë? Ka pasur? Afër ishte edhe monumenti Winston Churchill. Një pjesë e monumentit është gjetur tek shtëpia zonjës Bartli, apo gjysmë në nësime. Cila pjesë? Nuk e di, zotri doktor, unë isha shumë e udhëtuar duke marrë me përgatitit e funeralit, nuk e di. Prit të jep një aspirin. Jo, faleminderit, zotri doktor, por nuk dua që tani të filloj me barna. Se ulem? So shpejt shtypni ju? Me lehtësi mund të shkruaj deri në 20 fjali në minutë. Tastatura, po? Jo, zotri, unë kur nuk kam parë tastaturë. Si nuk e parë kur tastaturë? Jo. Ngliu. Eja këtu dhe shtriju. Të shtrihem? Po. A nuk është kjo pak e pazakon, zotri doktor? Ja. E para që duhet të mësoj një sekretaresh është të mos bëj pyje. Tje. Po, tje. Shtriju edhe zhvish. Të zhvishem? Po. Por unë kur nuk jam zhveshur pare një mashkulli, doktor. Të ta kem parasysh. E sa kohë duhet të qëndroj e zhveshur? Nëse përgjigjet e tua janë normale, për 2 minuta jenë këngë. Kisha me qenë shumë i lumtur sikur t'jetë prezente një grua. A mos është grua juaj e lirë? Zonja Prentis është në mbledhje. Mbledhje, po në rregull atëherë unë mund të pres, zotri doktor? Ti mundesh me prit, po ondën nuk mundem me prit. Zhvishu. I dashur? Po. Oj, dashur, po qish po vje kështu që shmo befasën kështu. E dashur, mos hajde për kështu befasën kështu. Je duke me penguar në studimet e mia shkencore, dashur. Po këtu nuk ka asnjëri, a ke filluar të flasësh vetëm me vete tasha? Po isha duke i diktuar motrës medicinale kryesore, ato një terapi se ka probleme me kanalet urinare. Po ti e da? Zot, në mbledhje mbretëronte një zhurmë e tmerrshme. Po, mbledhje ka zhurmë, apo. Zoj, Baligja. I dashur, a mund të shikosh sa i kam gjitha gjërat aty? Edhe ashtu shumicën mi kam vjedhur personeli i hotelit. I ka vjedhur? Po. Është shumë e vështirë të jesh grua. Jo. Dëgjo, zotri, nuk po kërkoj nga ju të mi ktheni gjërat që mi keni vjedhur, apo edhe parat që mi keni vjedhur. Por nëse nuk më kthem fustanin edhe parukën time, unë do t'ankojmë tek udhëhecët e juaj dhe këtë ke kohë ta bësh vetëm deri në ora 12. 12. Zoj. Po fustanin e kom shit. Si? E kom gjetë një njëri që përdojnë me blej fotografit. Çfarë fotografi? Po një me në dhomë u ko një kamera të, kanë qëzu. Si? Kur jurat në shtrat me mua, unë nuk të dash të drejtën të më filmosh.
Zoj, unë i du 100 euro, edhe ato kiko dej në ora 12. Unë do të ankojmë tek menaxheri juaj. Po zoti mo, te menaxheria? Po. Mo zoj mo. Po në më dhe fort. Pa i menaxheri vetë ka i gjëzu? Kjo është skandal. Unë jam grua e martuar. Po zoti. A martu me jia? A je martu me? Dje nuk e dëkshë se e martu me. Zoj, a kona i punë që të për mu? Më falni, çfarë pune dëshironi i nderuar? Në gjazonjë. Unë jam daktilografist të shkëlqyrë. Po, këtë punë e kom mësu në kompjuter. Shumë mirë. Dëgjoj këtu ti daktilografist. Po, zot. Unë mund të paguaj për fotot e juaja, mirë po për aftësitë e tua si daktilograf, më vjen shumë keq, por nuk mund të bëj asgjë. Zoj, ti mu mi jak 100 euro, edhe punën si sekretar të burijat. Kjo është absolutisht e pamundur. Jo, s'ko këtë të pamundur, kur gjë. Zoti doktor, a keni fëmijë, zoti doktor? Jo nuk ka. Doktor, Po, edhe prindë e mi e ndo mati, kurse këm ditë në atësim familjare, shpirtërore. nëse ki probleme shpirtërore, e cakton një termin të une. Po, pa tjetër, ja, une... Termin. Zotri? Termin. Termin. Doktor, unë jam gati. Gruja ime është tyre. Është tyre. Në rregull, atëherë mund të filloj me kontrollin, doktor. Jo, çfarë kontrolli, që kontrolli është tyre. Shtyhet kontrolli. Shtriu. I dashur? Po e dashur. Ja dashur. Dashur. A ke menduar ende për punësimin e sekretareshës tënde tre? Po e dashur. A nuk ke menduar kur ta punësosh ndonjë sekretar? Jo e dashur. Pse? Burri me daktë. Nuk ba. Mos thuaj, edhe baba ime kishte një sekretar dhe nëna më ka thënë se ajo i krynte punët më mirë se çdo gjë tjetër. Po e çfarë ti tham të zonjës Bartli, aso i kom thonë vetë që e ke fitu punën. Dëgjoj, zonjës Bartli, mund t'i themi se situata ka ndryshuar. Jo, ka dalë vesh pas. Çfarë kërkon ky fustanti ti? Ky është një fustani i vjetër që se... Një fustani imi i vjetër, a? Po. Mos më thuaj se ka kaluar në transversit. E dashur, po. Mirë, unë do t'a vesh të fustan. Jo. Më. Jo, Më. unë edhe ashtu nuk kam asnjë fustan. Shumë nuk i fustona në që fustona i ki? Nuk kam sepse... Aj, tjaj. Mbrëm kur isha në hotel, vurareze qarqafet e hotelit ishin të papastërta, pastaj shkova ta kërkoja një shërptor atje lart, pastaj ai erdhi të mindronte qarqafët dhe duke mindruar qarqafët ai mi mori disa rroba nga trupi dhe kështu ai tentoi të më dhunonte. Të dhunonte? Por jo, mos u shqetëso sepse unë arrita të mbrohem shumë mirë. Po. Jo, e dashur. Jo, Më jep pas. nuk ta jap. Më jep pas. Nuk ta jap. E dashur. Më jep pas fustonin e dashur, më jep. Nuk ta jap fustanin. Dëgjoj, unë i thash atij djaloshit se do t'i ofrojmë një punë. Me çfarë punë do t'i ofrosh djaloshit pis? Jo, t'ju të mi dashur, unë asnjëherë nuk i thash atij se do t'i ofrojmë një punë të pesë ose të pamoralshme, jo. E çfarë profesioni ka djalosh? Ai di të shtyp me kompjuter. Një mashkull daktilograf, shanca s'ka. Mos thuaj, sepse njerëzit si ti duke thënë kështu, ai djalosh do t'jeti detyruar të dhunojë edhe shumë gra të tjera. Mirë, kur zonja Bartli, do të shkoj që e jap lajmin se tani më pozita e saj është e zënë. Zonja Bartli është larg. Mirë. Dashur, më jep atë fustan, më jep atë fustan. Dëgjoj këtu, kjo dëshira jote e madhe. Po më jep të fustan. Përveç e grave është një çmenduri e rradhës së fare pashije.
Fustanin të ta jap ty. Çfarë të bëjmë tash? Ajo gruaja ime po mendon se fustoni ju është fustoni saj. Duhet të bësh diçka për mua fustonin, doktor. Thuaj që e ke traktuar. Oh, joj. Doktor, unë jam e zhveshur, me siguri e të e po. Dita? Po mirë dita, mirë. A jeti doktor Pedisi? Po, unë jam. A, shumë mirë, pra. A ke caktuar termin të? Jo, në ty sot e gëty azën tem, jo. Për këtë klinikën tonë, fëtë ndodhë mi di disa detaje. Po, pse? A jeti specialist i krizave nervore? Po, unë jam. Para me kime folë hapta zeci. Unë përvasoj qeverin, jam nga komisioni i kontrolit. Cili departament? Psikiatris. Si shkon spital psikiatrisë atë? Është shumë mirë, asë zot. A është kjo klinika jote? Po, imja. Shumë bre, pas ka dyrë, shumë dyrë. Po, një pacient juni e ka bë projektimin në kësot. Aha, shumë. Divani pas ka ma fi standarte, së po ku 2 veta po të shtrajkan të. Doktor, kur po vjen fëmija, nuk po rahatohet e tani po duhet edhe nonën atë. E pse brenda ishte një grua lakuric? Ajo ishte një pacienti e imja, tama në qëtësoa i rëdhë tje, vaqa. Pe nga vjen kjo pacientja jote nga vjen? Nuk e di se nuk e kena fletë shtrimin në ndër. Aha. Pse i nish vesh lakuric e zonjë? Unë nuk jam paciente. Mua këtu më ka dërguar enti për punësim. Doktor, po, kë kam fillu me shfashtu budalakina? Për që ka orë këtu, doktor, që ja formularen, ja ku, po, që. A imaginën dot, e të më imagjinoje. Çdo menaxher qysh ish sill, kur kish pas sekretarëshën e vet, këtë gjendje të njerëzshme. Ju lutem. Po doktor Prentisi kërkoj vetë nga unë që të zhvishem. S'po dash me qitë paciente me matë për sipër, që në ka perfekte. Po një udem të shkencu që jam duke e bërë. Ka në familjen tënde raste të këtilla me smundje shpirtërore? Nuk dua të përgjigjem. Nime, nuk po dëna? Jo. Po dën? Jo. E po ta dish, unë jam majtë që të këmë shpodhë smundje nervore. Kush je ti të flasësh me mua në këtë mënyrë? A ki e fyri apo avari nervore? Unë jam plotësisht e shëndetshme! Qëtësov. Fesht po duhet ndimu, fesht. Me njerë, veshe këtë, me njerë. Doktor, peshe. Historia kësaj paciente, a ka familje? Ka pos një njerë, po i ka vdeku atër kur ka ndodha i shpërthimi që u dëmtu e ashtatur e Winston Churchillit, po. E baboj soj? Jo, për baboj nuk po flet, nuk e di. Interesant që ka. Kjut na përgadit ma një injekcion për qëtësi. Meher. Doktor, a mund të patër një taksi, lutem? Dua të shkoj në shtëpi, si po duket tu nuk jam për këtë punë, zotri doktor. Mos se nga të procesin e shërimit. Doktor, tregoj ati të vërtetën që një më kualifikim të lartë të daktilografisë. Është me kvalifikim të lartë daktilografisë. Tregoj të vërtetën. Qashtu. Është me kvalifikim të lartë, doktor. Me kvalifikim të lartë është, po kjo. Mirë. Shtrik. Këtë situatë ki me pranu padet, s'ka me vajtu. Është me kvalifikim të lartë. E di. Me mura vesh. Kvalifikim të lartë është daktilografisë. I dashur? Doktor Epsi e dashur, po. Përshëndetje, doktor. A mund të vish pak? E jam në. Dashur? Po fali, doktor, në 3 minutë. Zemër, më falni, doktore, askun nuk mund të gjej zonjën Barkley. E ka mor një dus, për që cilë nuk bën të shetsën jaspa. Jo. Kjo po menon për sekretarishën time e cila u zhduk para një kuë. Unë jam Geraldina Barkley! E pas ka emrin e njët me sekretarishën tënde, emrin njëjtë. Jo, e ka morë pseudonim emrin e sekretarishës time. Dëgjani, nuk është në rregull që zonja Barkley është zhdukur pa asnjë gjurmë. Unë po vazhdoj ta kërkoj. Unë një plot vojza që janë zhduk pa gjurmë, po. Edhe që shpet ju vetën mes not po zhduken. Doktor, a ishën normale marrëvënien tuaj me sekretarishën, a ishën normale? Po normale kështu kanë qenë. E pacientja është vetdijet për këtë marrëvënie. Nashta ka njohur doktor. Nashta. Nashta. Ka bërë me këtë edhe në moshën e.
Në Bartli, jeni në ndikimin e dozës që ju kam dhënë. Jeni në ndikimin e dozës që ju ka dhënë. Mbo shënim. Kush ishte moshkulli po njëtën tënde? Babajem. Baboj, shkujet, baboj. Atë ka sulmuar ndonjëherë ai? Jo, nuk më ka sulmuar. Aha! Jo. Do shta aja me ndonë po, edhe kur thot jo. Psikologjia e fenë në bozë. Tasha po e ju. Dyja, shira. Kam jetuar në një familje normale. Nuk e kam dashuruar babain tim. O, atë ka sulmuar ai? Jo, nuk më ka sulmuar. Kjo vojtë pas kohë në aventurë, pa me djetë dashurisë. Pa vetë. Dashuri. Si pas me, kjo është një fëmijë abuzuar nga oti soj, me otë move. Oti soj. Doktor, Doktor? a jam e çmendur? Jo. E jo, a jeni i çmendur? Jo, nuk jam i çmendur. Që ma dhjem? A me dhjem? Që dhjem? Me janë? O, zoti ma! Së shpo dhjem. Dashur? A je mirë? Nuk jam mirë e dashur. Pse? Nuk jam mirë, më sjell një gotë këtu. A ta tras mjekun? Jo, më se thërë mjekun e dashur. Më sjell një gotë ujë. Ja. Çfarë gote ma ka pru, çfarë forme palidhe. Beva një gotë tjetër! God. Biki! Ka ardhur ai djaloshi për cilin thash pak më parë. Dhe të vjen ma vonë. Nuk jam mirë. Ai dëshiron të takohet tash kur e ka terminin e tij. Dhe tha se do të hyj për 5 minuta. Qa për 5 minuta? Do një lejtë bezonjen barë, ja kemi? Jo, ende nuk kemi asgjë. Ate, të organizohemi, ta kërkojmë. Hajde, të organizim. Tash ashtu. E kam një ide, ata pyes rojtarin. Jo, se që tash më kujtua, ajo është poshtë është. Çfarë po bën zonja Bartli poshtë? Ajo pëj marrë do kuklat bardha, do kuklat zeza, atë për ato konfliktet që janë racore, vëdën atë. Ti e din, tek. Me njerë me shku me thonë shto kukla me shkatru, që të merë për në efekt negativ. A me shkatru. Po, me jetë. Ka kështoj një dyto kë njeri. Lutem, doktor. Doktor, a mendon se burri im është një gjeni apo një budalla? Allah, sillet e ti shumë po më shqetësojnë sillet e ti. Edhe mua gjithashtu. Klinika e ti nuk ka për qëllim t'i shëroj pacientët, por t'i liroj e pastaj t'i shfrytëzoj ata. Askun po, askun punohet si kër klinik, askun. Ish. Çfarë po bën kjo këpuc në raftin e librave? A është e juaja? Jo. Merë, të shikoj, merë. A është kjo këpuce e sekretareshës tënde? Jo, jo, e jemi është. Si? Se, E për punë të grove. punë të mija e punë personale, se që të interesoj ty? Ku është sekretaresha jote? Ku është? Jo, ka puna, ka punë. Me herë mafjen, me herë. Jo, është duke i shkatruar ato kuklat e zeza dhe të bardhat. Nuk bën me pengu po. E po mirë, vete gjojen, vete funë babuna, vete gjojen. E që i ke thonë këtina? Të vërtetën ja thash. Që është e vërtetën, i ke thonë që jem transferzet, ha? E këpuca në raftin e librave, çfarë kërkon aty? Qa po ishtin ti? Hun, te rafti librave të mija! Dëgjoj këtu, ne nuk jemi as pak të kënaqur me këtë gjendjen tënde. Se unë jem fort i knoqën jam, që më t'i kom pas me t'ju qu në rëtë somës. Ti, e kush është fajtori për martesën tonë të dështuar ti vetjak ti i paftyr, ha? Dëgjoj këtu, mos më provoko se shkoj në shtak me dikë tjetër. Me kanë shkojnë pra ti? Shkoj me dikë, ja, shkoj me ndonjë student indis, ja. Ha, fort i në studenta ti ndisti. Ingjo. Edhe këto provokimet e tua vetëm sa po marrisin bindjen që ti me të vërtet ke nevojë për një trajtim veçantë. Oj, zoj! Fal! Apo me ja 500 euro. Për qa e ka përnë që këtë? Jo, doktor. Kë ka fjallën për fotot e mia pornografike. A ti dorzoja në qëtu? A ti qa janë ime? Fustani edhe parukja ime!
Ha, fustonin e marrë. Unë e marrë fustonin. Shokë, unë e marrë fustonin. Unë do t'i tregoj doktoresit për këto. Du t'a shoshti. Doktor! Mos vërtit, doktor! Doktor, më falë të lutem nëse kom shtetsu zojën tone. Po doktor, kur i shoh zoja tone? Kolna, doktor. Kjo është e dëmshme për shëndetin. Mu e di bre, doktor, po petë që akum njës me menu për pare. Kolnat. Po më me gjithë sekretarishën. Zujmi tem, po i kja fundi. Sekretarish, tash më kujtu sekretarish. Në ambulantës. Shpresoj ti, shpresoj. Në ambulantës. Doktor, që me bu? Së mirë. Deshu! Qa po bujna? Deshu! O, dhe që rritu 50 euro. 50 euro. Qa është të po shkojnë? Ko sindikat, mara, ko të... Deshu! Zoti madh. I dash... Zoti madh, mora. E qmen ti, more, pëse është dashur të zhvishet aj djalosh? Po, jam duke kontroluar e dashur. Po ti nuk je mjek i përgjithshëm. Po më dhëtë me kontrolu në detaja, është ja për puna, ja. Këto budalakina kam në kushtu me jetë. Po, deshu. Për çfarë erdha unë? Po, jashtë është një rreshter policie dhe dëshiron të flasë me dikën klinik. Ane, thuj, dhe të vjen, dhe të vjen. Jo, doktor! Çfarë doni? Mo doktor se për muar. Këmë është i bërg. Pse më bërg? Po doktor, unë e këndosh me dhunuat grundje. Po. E smujta. E di. E tani unë shkujt atë në zonë se të nartë atje. Çfarë zonë që është në konë orë. Kujdestorja? Kujdestorja më ka lejnë me unë. Po ma se ne, doktor, se ma trus 5 vjetë bërë. Doktor, mo doktor, që me bu, doktor. Diçka. Zhvishë ti. Apeta. Po edhe veshës tu. Ti tash do të shtivesh kënë se i sekretarisha ime Geraldina Barkley. Geraldina Barkley, edhe i çdo gjë është në rregull, ë? A më vapuqe. Po, ja ku i ki kutët? Vjetë. Hajde. Undroni rreshter. Po. Ja. Po. Jo, prit rreshter. Prit, vetëm thua, doktor. Ja, nuk thash, prit. Prit jashtë. Dashur, ai. Pse pa ndërprej sot po nduron lule? Ose të dua e dashur ai, me të dua. E pse u solle kaq keq me rreshtere? A hini patrokit? Po ti vetë ftove, harrova? Pua? Unë? Nashta, pua. O rreshter? Zotri. Hajde, më falni të lutem për historinë e gruasime, po ka dosh me dhunu një djalëshe, ende nuk është bash mirë, ha? Doktor, zonja prentes juve ju ka njoftuar me rastin e djaloshit të ri. Po, më ka njoftu. Bile bash deshta me bo një paditja. Mua më interesojnë lëvizjet ati djaloshi. Është vërtetuar se ka bomb dashni me një grup nxancësh në hotel? Qysh? Me gjitha? Me gjitha. Po, doktoresha joni ka kontroluar. Nuk e di vëllë, a djaloshi tash nuk është këtë. Si guxon ta mashtrosh rreshterin? Si më? Ai ishte më parë këtu dhe unë ja mora rrobat, është cullak. Duhet ta bëjmë një kontroll të Jo. Po? Jo, tash ai cullak, në qërtë, jo më, për gjysmu, po më dëfishu numri të dhënumës, është cullak. Mos ja vereshin të lutem burrit tim. Ja unë t'i sjell rrobat dhe e shet. Pa tesha nuk mundet me shku largë, zotri doktor. O, mbron bëll largë shku pa tesha pa kurqe. Oho, ju edhe ma tepër të toni se nuk din ku gjinde djaloshi. Jo, nuk e di. Zonja Prentis. Për zonja, për. Ja, edhe dëshmia se ai djalosh ishte këtu. To, dëshmi. Faleminderit zonjë, si kur gjitha gratë kishin vepru kështu si ti, besë se numri për dhunimeve kish me qenë përgjys ma i vogël, doktor. Përgjys, jo për dëfish, cullak. Doktor, ju ende mohoni se nuk dini ku gjinde djaloshi. Se di jetë. Zonjë,
Pyeti pak edhe ndoshta e di edhe ku është Geraldina Barkley. E çka u bë me zonjën Barkley? Lidhje s'kam për ta. Ja, me të lidhje. I tha doktorencit se ka shkuar në kopsh për t'i djegur disa kukulla të zeza. E ku a kopshti? Ja, në këtë drejtim, zotri. Ja, unë të dërgoj. Urdhë për parë. Faleminderit. Qa voti? Se i rritë që të pëtë makina. Një shi rrjetë se ty më duhet shtu se kam në të marrë bërë. Që që bu? Deshu. 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 Po. Doktor, Po. ku mëret mu shef? Nuk kanë kopsht? Shërbe, politë që të është mas aty në qufrave, mas aty në rëmëllak se të që jenë. Doktor, Po. Ja. E tu. Postau. Kës me mu. Knej, doktor. Doktorent, qa me bu më në tash? A jeni ju zonja Barkley? Po, unë jam. E ku ishit deri tash? Valaj zonjë që një orë të krypun të mija së sekretarisha mo. Ndoshta edhe nuk duhet gjysma e ditës për tërë këtë grem, a? Po, zoj, po, flajta që aty një orë tani, më dash të më ndrejsh. A, mos i është atë zonë? Zoj, më këtu sa ne fuli vesh me shifin të anë. Ashtu? Ku keni punuar më parë ju zonja Barkley? Po, zojëne, kum punu si valtare. Ashtu? Po, në klubin ambore. Shumë bukur. Më vjen keq, po shihet që ju nuk jeni fare për këtë pozitë të punës dhe nuk mund t'ju rekomandoj tek burrim. Pse? Zotri Reshter! Ja dhe zonja Barkley, e cila mund t'ju ndihmoj juve në hulumtimet e juaja. Sonja Barkley, Po, zotri Polit. dëshirën nga ju të mi ktheni copzat e humbura të Sir Winston Churchill. Si duken ato, zotri? Thoni se nuk dini si duken copzat. Jo, po, u kon terë kër i kom pa e su kujcohet. Do me thonë vetëm natën i ke pas në dorë, a? Zotri Polit, unë nuk jam as si fenë, unë jam e ndershme. Jeni duke im shehur disa sende cilat nuk të takojnë ty. Për bes ju, Duhet ta bëjmë një kontroll detaje. doktore. Qa? Kontrolën e bëj, unë. Ajo, se ban. Jo, se ban doktor, se vetëm gratë mune me kontrollu pacientat e dyshim gjinis femrore. E vërtet. Mos për ndikon kjo negativisht e E kolegët kam të një ide, e kam një ide. O, zonë, Sikur unë ta kontrolloj zonjën Barkley dhe ky problem do zgjidhet. Unë e kontrol. Doktore. Panderit. Ja, t'lutem. Zonja Barkley, Unë e kontrol. ti më heq sysh. Urdhra zonja Barkley. Doktor. Petës! Ka ik pacienta! Shtype alarmin! Alarmin, a? Alarmin! Që sa ko ka kalu, I ka disa minuta. do t'i dërmarën të gjithë hafat. Veç, Alarmi. eja ko. Mos je ti rojtari hoteli këtu afer? Po unë jam. Hajde plumbje. Nuk mund ta merri me mend zotri sa jam e gëzuar që po më burgosni. Pse? Jam në rrezik të madh. Po nga kush? Nga doktor Prentisi. Dërgoni në stacionin policor, doktor, dhe dua të bëj unë një akt pa di. Doktor? Po. Doktor? Po. Çka ki me thonë për këtë? Akuzat e kësaj zënjushe jenë të pabaza. O, doktor? Po. O, nuk o zënjush, po është djallë. Po, arsyarja sime ishte punësimi. Pastaj doktor Prentisi kërkoi nga unë që të zhvishem. E qka tham atutje? Pastaj tha të shtijem në shtrat. Oho, a ka kërkuar t'ju keq për dorë? Doktor,
Doktor, çka i ke thonë? Jo, unë jam i martuar. Martesa. Po martesa s'kon nuk e pengon me ngacmu të tjerë. Ja, unë jam autoritet në shoqërinë time, edhe pastaj edhe padia juaj është e pabazë. Doktor, a se pa ta ndërmend me ju pa ditë. Këtë punë, po nuk e njo fare. Shikon Rastan. Mas pari, këtë djalosh, me këtë zë pa lidhje, duhet me tregu që ka ndodhë në hotel. Unë nuk di asgjë për ato punët e pista që pas ka ndodhur në hotel. Nikolas Barkley, Treke. ju mohoni faktin se keni hynë dhomë të hotelit nalë, ku kanë qenë vajzat dhe keni dash me i dhunu ato? Unë nuk jam Nikolas Barkley. Nikolas Barkley, ja tërhek vrejtjen. Çdo gjë që deklaroni futet proces në të balë. Dhe të kundërtën do të jetë kundër jush gjës. Unë nuk jam Nikolas Barkley. Pse po do në ju për burgos, pra? Të më mbroni. Qysh, po mena që ma sigur t'jem burg se këto? Gjithsesi. Këtë! Ta shkruaj sekretaresh ajo të një lirë veçan për dalje. Djetë veçan për Çfarë dalë. të? Djetë veçan për dalë. Doktor, e shek këto? Ky djalosh, natën e kalume ka bo dashnin dhomë me vajza. E sot më mëngjes, duket si ky është i sulmori. Çka me thonë, qa? Djaloshi ka bo një akpadi serioze kundër doktor Prentisit. Ka deklaruar se e ka detyru të zhvishet dhe të bjerë shtrat me ta. Jo, është vetëm një keq kuptim është. Duhet ta bëjmë një kontroll detaje. Jo, unë nuk e asë këtë Oho, nuk mund është me refuzu. Je i arrestuar. Unë nuk jam Nikolas Barkley, nuk Pare jam. se nuk jem Nikolas Barkley, nuk i nevoj me Shkurburg. Atëherë unë jam Nikolas Barkley. Atëherë je i arrestuar. Dhe je i detyruar të nështruash kontrollit mjekësor, detaj. Kurse kontrollimin e baj unë. O, mua askush nuk më ka sulmuar. Ate pse këtu akuza po më paracitin të rënda? Nuk i solla unë akuzat për polici. E çka të pëlqen ty më shumë, ha? Polica për çuna. Qetësi! Azizo, qetësi! Qetësi! Qetësi. Do ta bëj një kontrollim, më pas do ta sjell raportin. E pastaj vetë ty do të kontrollu. Mu! Po. Sa duhet me kohë njëri kujdesshëm kur nuk është, kur. Po më duket e pas zakon, zotri doktor. E pas zakon? E po këtu, je spitalin e shmendurve. E pas zakon dash rendi i ditën. Vetëm për pacienta vlerë. Unë njerëzit nuk i doj me klasa. As me mu. Me mu di. Me mu di. Doktor, çfarë të bëj? Nëse zhvishem me një herë kam për ta kuptuar mashtrimin, doktor. Po, situata është e rëndë. Qi. Zotri, më fali, zotri, këto nuk ka ndodhur asgjë e keqe, zotri, unë i kisha fajet. Dhe më thënë ka përqi doktori, ja? Jo, zotri, se cashtu, zotri, po mendoj ashtu femrat mund e me mbet shtatë zënë, zotri. Tani ushit! Anir thamë. Jo, Anir. Se ju? sepse jam djallë. A kina i dëshmi si e djallë? Pa tjetër duhet jem djallë kër më pëlqejnë vajzët. Deshi pantallonat, unë të dërgësh pa i gjinjej ta kënë. Më mirë, mos me ditë jetë gjinin, zotri. Dhe më thënë dhe më nëjë pa e dita. Po, Ja, këtë qëndimë nuk e përkroj. Si, e realitetin dësh me po me sytë e tu. Desh. Ka dole. Si t'ju bëja këtë trauma djalushët. A i mundet më shmen. Në shmen? Po. E po këtu jemi spitalin e shmendurve. Me e mu dhe se kitë kua jam është e vdashme. nuk mundem me doktor, tani duhet me vërtetën, unë nuk jam djallë, jam vajzë. O, e me kullush me mashinë vërtet. O, kuptua. Kë. Shkuj. Ky që si vajzë, më nëshit këtë më pak faj, sepse je homoseksual. O jo, unë vetëm shtire shakin se jam djallë. Këtë e bëra për ta mbrojtur doktor Prentisin. Hajde zhvishu pra se bëj çfarë të duash. Vetëm vërtetoje se unë jam femër. Nëse vazhdojmë kështu duhet ta lidhim me rëtë mëve. Doktor, zonja Barkley nuk dëshiron të zhvishet para meje. A dishet para me shkujve? A nuk e pyta? Ndoshta para me se me siguri narkomone është? A ta shohim? Narkomone me ndëpon. Doktor. Doktor. A e marrim një taksi dhe pastaj me taksi shkojmë në shtëpinë time. Jo, Se jo. se po mungon pacientja. Mirë, po nëse pacientja vjen, ne mundemi me shku. Jo, E pse jo? se ti je që ajo pacientja, ti. Kush ka më mjeti nëse nuk je Nikolas Barkley? Kush ti? Kjo është Geraldina Barkley. Kush? Geraldina Barkley. Vlloi e asoj zonje të ri? Jo, E që ka ndodhë me Nikolas Barkley? a i ka shku në hotel, moti.
që ndëri këtu asë një levizje. Të t'ja jap një medikament të fort për qëtësim. Fort. Ty herë për tjetën dhe të shpalla e qmendur. O, doktor, kusho që i ka vesh teshat e mija? Ky nuk është ky është kjo. Ky është kjo? E kusho kjo që i ka veshur teshat e Kjo mija? është kjo? O, kjo nuk është kjo është ky. Kë? Kjo. Po, kjo, ky. Kjo. O, doktor, kush polici? Polici, Ashtë i shka? ku ke pati për letës? Ja. Ashtë t'ja marrë që të tesha, bre? Pse? Do shta mu bo për letë se thash të arrestaj vetën. Për që marrë është? Të fshi për listë e burë. Jo vetëm i komplikojnë problemet tona. Ani ty ku me të arrestu të pare. Pse? Ta një ndrojnë teshat na. Meri dy nga këtu, i pen, ja dy, i pen. Pi. Dy, ha? Po. Mire, që janë këtu? Një medikament i fort për qëtësim, i cili do t'i qëtësoj të ndjenjat e tua patologjike. Ti, me mu, me... Unë? Po. Doktor? Hej, a diqka? Gjithë për më thujnë, i homoseksual, i pëthiri policin, pëdeshi për jamarën të isha, po përqën ideja jo. Doktor, a bën ti që po jone të trollove kejt policin? Jo. Rështer. Hajde të lutem, rështer. Rështer urnane, zhvishuni. Doktor, kërkush së më ka prek me dorë deri sot. Merë dy kësi? Po pi, janë të mira për sy, për gjak, për zemër, për... Po, zhvishën. Doktor, Po. Nëse tenton të më preksh me dorë, do të vras. Ja, zhvishën. Ma jep. Kapin, po. Edhe kapin. Ku jenë tisha të zujnë në zbakë? Jo, në ambulon. Në ambulon. Po, okej, në ambulon. Zotri Rështar? Zonja Barkli, doktori dashti më kontrolu. O zoti madh! Po ndërpreja duke parë burra cullak! Kur kam fillu shtu halucinacione, Nuk janë halucinacione, ata janë të vërtet. kur ishte hera e mbron që e pen një moshull akuric, Tash sa po e pash? vetëm po. Ku është doktor Prentisi? Nuk e di. E me një bakë në qka u bë? Nuk e di, ndoshta ka shkuar në hotel, nuk e di. O, zot. Dytërin, të mitën. Ajo e të shmendër. Kë seksualisht i pa përmbajtshëm. O, të cullak po sidhen të një cullak. Doktor, a je duke kuptuar diçka nga gjithë që kjo të lovi? Gjithsesi. E pse ju hodhë rështerit? Se ju havë, së është i shmendur, budol, s'ko të arsye. S'ko. Zot, çfarë historie të mërshme. A, plus dozë të kruar ka morë. O, zot, vetë vrasje mos. A, ku diçka fojë nuk e pret, gjithë mund ka për ndodhë, e pa pritura. Do ta gjej pas se të bëhet vonë. Ku e kam lanë atë kështë? Doktor, zonja Barkli është varë në drejturën në dhomës. Hemër e gjithë. Dhe të varë. Ti po ka shton krejt. Doktor. Kush? Po ka shton? Ko nga medikamentet, Doktor. Po, e morë me ngrinë më zhak, e gjujna në thera në tenës atje. Po qysh me arsitu pas të një burë atje? Po, çfarë të arsitu me mërëna i kena fajt, pa i kafe. Hajde për morë, që ka me tjetër se pas taj veç kanase me mledhë, ti që ka bëjnë? Dikush e ka vjedhur kapelen e zotrit polic. A mendon se hajni është burim? E mundshme. E shka bë, nderuar zonjë, shka bë? Pak më pare pash burrin tim duke hedhur një grua në thera. A i ka kësio, i ka hyp? Jo. Fal. Tableta nga kjo kuti. As pak nuk jam përdu për vetë vrasje, po për qëtësim. Sveta i bashkët i jëtë, ja pas ka prejë. Fup, e ugën sekretarishës vetë. Te, doktor, do shta me folë pak me ty. Ku të farë doktor Prentisi, që të para qitesh si një grua, mos vole përmendin do një arsye? Ja. A nuk të duken kërkesat e ti pak sa të çuditshme? Jo, bre? A ki alti orë me vërvet? Dëgjoni. Në momentin që shihni doktor Prentisin, atëherë me njëherë kërkoni ndihmë. Pastaj ja thyeni këmbët, duart dhe një sekond. Dishani këtë, me njëherë. Shkojmë.
Doktor! Doktor! Po, doktor. Hajde, vesh e shto. Ja, Vesh. Doktor! Doktor! Doktor, ata kalon. Çfarë të bëjmë? Dëgjone, apo më dimoni të kthejna në gjendje normale këto su përzi fort. Unë në dimoj, vesh e shto. Okej, lekto. Merë ju tash atë nëroni teshat e veshti se cili teshat e veta. Hajde, po, veshti se cili teshat e veta. Nëroni, veshti se cili teshat e veta dhe të veta. Hajde të kthejna në gjendje normale. I dashur. Oh, e dashur. Eja me mua edhe shtrio. Më në pik ditës, se të kanë lënë beta që o bo? Nëse nuk shtrihesh, atëherë gjuaj. Që po vi. Pa ndërprej janë duke parë me në cullak. Ku pimbone ato medikamentet për qëtësin suntralu, ku pimbone? Unë jam Geraldina Bartli, por më pas ka humbur një gjysmë medaljon që për mua është sigur ai më. Vetëm pak, që të mos është ky medaljoni? Po, o zot, kjo është një kujtim shumë i veçantë për mua. Faleminderit, doktor. Po, unë e kanë në qasti. Edhe te? Që. Po në gjithë ka. Ai medaljon gjitet? Po, gjitet. O zot i madh. O zot medaljonin gjitet. O zemër. Unë jam nëna juaj. O zot, këtë medaljon. Të medaljon e dashur nuk e kom po prej kur kemi bë dashurin në hotel bashkë me të ty. Që? Ta dy? Pra ndaj kërkove që natën e partë martesës ta kalojnë në hotel. Desha ta bëj të gjallë momentin më të lumtur të jetës. Nëse ti e baboj këtyre dy fëmijëve, atëherë i qep pasta me bo, një ljumë të një libe pasta me shlu. Ato atë kush më mik, dorëzu copat e Winston Churchill. Të rëstuar e dik. Tollu.